Mirë mbrëma gjithëve, të faleminderit shumë për prezantimin. I nderuar shefi shtabit Adnan, i nderuar kandidat për kryetar të komunës së Brvenicës Haqim, partës liste këshilltar, i nderuar Imam Kafur, miku jonë, shumë i dashur, i nderuar kryetar i komunës së Zhelinës. Jemi sonte këtu që të flasim për kandidatin për kryetar të komunës së Brvenicës dhe për listën e këshilltarëve. Këto janë zgjedhje lokale dhe gjithnjë ka shkoj dua ta theksoj faktin e këtill për shkak se në zgjedhje lokale nuk është e lejuar shumë të polarizohet gjuha politike, nuk duhet të ashpërsohet për shkak se ne në zgjedhje lokale, spaku në zgjedhje lokale, gjithnjë jemi të prirë të flasim për çështje që i ofron pushteti lokal. Kurse pushteti lokal ofron çështje që kanë bëjnë me infrastrukturën lokale, me asfaltimin e rrugëve, me drejtësimin, me shkollat, me çerdhet, me ambulancat, me shërbimet lokale, andaj derisa jemi në këtë rrafsh të diskutimit, nuk shoh asnjë arsye që të polarizohet diskursi politik, aq më pak që të krijohen ofendime mes palëve, sepse kjo nuk na shërben s'pari herë si vëllezër e si shqiptar që jemi, por fundi edhe si politikan për shkak se në qoftë se ne gjithë e synojmë të mirën e qytetarëve, nuk ka nevojë që betejë për të mirën e tyre të kalojnë në grindje mes politikanëve. Andaj më duket që veçanërisht në komunën e Brvenicës është bërë një detyrim për unifikim sa më të madh të votës, për shkak se në këtë rast është e vërtetë që Haqimi është kandidat i vlenit edhe ne jemi të mburur me kandidaturën e tij, por Haqimi nuk është vetëm i vlenit, Haqimi është shumë më tepër i Brvenicës se sa që është i vlenit. Andaj unë dua që ju ta shihni Haqimin si një emër që i bashkon shqiptarët e Brvenicës, si një emër që i unifikon ata, si një emër i cili do të jetë nesërmen shërbetor i të gjithëve në komunën e Brvenicës. Fati i mirë është që Haqimi gëzon respekt madh jo vetëm nga komunat përreth shqiptarëve, që janë për gëzon respekt madh edhe nga zyrtarët e pushtetit qendror, dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me çështjen e përkatësisë së tij politike, por ka të bëjë edhe me faktin që pushteti qendror veçanërisht në këtë kohë është jashtëzakonisht i interesuar që ta ndihmojë edhe zhvillimin e komunave. Andaj duke pasur edhe këtë mbështetje, unë jam i sigurt se me Haqimin në krye të komunës së Brvenicës vinë shumë projekte zhvillimore në këtë komunë që do të jenë sigurisht në interesin e të gjithë qytetarëve. Çështja tjetër që po ashtu më duhet ta theksoj është se komuna e Brvenicës është një komunë multietnike, domethënë ka edhe të etnive tjera, dhe në këtë rast do duhet gjithnjë të kujdesemi që edhe me bashkëqytetarët tanë jo shqiptar të kemi relacionet mira, se kur vjen Haqimi në krye të komunës së Brvenicës, ai nuk vjen që të vushërbej vetëm shqiptarëve, ose vetëm të vlenit, ose vetëm atij fshati ose këtij fshati. Ai vjen që të vushërbej të gjithëve. Andaj unë ju lutem që ju pa droj fare ta kërkoni mbështetjen për Haqimin e për listën e këshilltarëve, për shkak se duke fituar Haqimin në komunën e Brvenicës, fitojnë gjithë qytetarët e komunës së Brvenicës. Kjo është një shans e mirë edhe për ta rifilluar, edhe për ta hapur një faqe të re të politikanëve të ri që jemi përpjekur të nxjerrim skenë thuaja në çdo komunë, por që veçanërisht e kemi bërë këtë në komunën e Brvenicës. Andaj më duket me shumë interes që gjithkush nga ju, familjet e juaja, të angazhojni seriozisht e me gjithmend, që mos mbetet askush në shtëpinë e tij më 19 tetor,
I kisha lutur edhe bashk qytetarët tanë që janë mërgat, që edhe ata të vinë edhe të votojnë, për shkak se një vot për Haqimin është një vot për të mirën e gjithë banorëve të Brvenicës. Mesazhi im është në frymën e asaj që e tha edhe Bujamini, që ne duhet të jemi të kujdesshëm që edhe pas përfundimit të zgjedhjeve shpresojmë sukses, por të lëmë të hapësirë që të mund të shihemi e të takohemi, se pavarësisht fituesit ne prap jemi vëllezër, e jemi fëmijë, e jemi bashkë të vendas njëri tjetrit. Unë uroj që më 19 tetor të mbisundoj racionja, të vinë në shprehje vlerat, që ju të gjykoni se zgjedhja e Haqimit është një zgjedhje e volitshme për gjithë juve, dhe të mos e çoni votën tuaj dëm duke djegur atë, por do kisha dashur që vota juaj të ketë vlerë e peshë, dhe ajo votë e suksesshme ka emrin Hakim Ramadani edhe ka numrin 7. Të faleminderit shumë.